që nuk është se më shkon shumë me tipin që të nis emisionin duke kërcyer me këtë trikon, sepse këtë trikon shumë e bukur, ndihem shumë festiv sot. Po dilli dihesh festive? Sigurisht. Je më shumë e mirë dhe ti. Gjithë vete. E po që nge veshur shumë çuditshëm. Jo, në fakt është trendi mirë, është denim. Denim. Jeanse la jeanse, edhe zgjeta çizme jeanse. Po thonë ti nga regjia që je bërë shumë Kanye. Po unë kam idhull një herë. Vërtet ke qenë? Idhull. Po. Po. Vetë që në vendin e Kimit? Jo. Që me Kanyen pra apo? Kimi ka diçka më shumë se unë, pak fare. Çfarë ka më shumë se ty Kimi? Para. Personalitet shumë të fortë. Edhe një sex tape. Po edhe atë. Ajo bëhet, nuk është problem. Ti e yll, krahasosh me Kimin për sex tape, ti kështu ç'a bëhet në Lere mos e pyet. E lëm sex tape-in pas, në fund të emision se po. Do marrim rrogën fund muajit, të thonë po ju ç'a bëni, shkoni kot atje? Guxo një. Tamam. Okej, që hapur kamera. Ç'kemi? Okej, neve po nisim pak Gossip TV për ditën e sotme. Jemi përgati unë dhe Sara që t'ju informojmë lidhje me disa informacione që neve na bën përshtypje. Me që mblodhem. Çik do ave kështu tash e them se fundit Gossip TV quhet emisioni. Tani thashë e them. Ha, çfarë? Po si ta quaj? Do zhvilloj me një muhabet pak më ndryshe. Ashtu dhe. Bravo të qoftë. Ashtu. Dëgjoj tani. Dëgjoj. Me që ishte sex tape-i, se s'e i them gjërat shokot në ajër, kupton? Se janë me plan. Kjo Claudia Pepa. Claudia me Claudia, ajo që Claudia, që doli te Amici. Fitoi në fakt. Fitoi. Ja, po fitoi. Bëhet mirë ajo. Bën karrierë. Ne gjithsesi Claudia është balerinë shumë e mirë, por domethënë që është më e mira aktualisht në Shqipëri. Është më mirë në fakt. Unë kam shumë qef, edhe Albinako e ka trajnuar në formë të vazhdueshme Claudion, e ka qarë me lot domethënë, e trajnon në gjezë dark, trajnon tërkohë. Kur tak doli Claudia, hoqë zotjena doli me gjoks jashtë. Edhe neti kështu. Shiko, tani. Ku të shoh tani? Shoh te fotoja apo të shoh ty? Shiko te foto. Dakor. Okej, dhe unë vazhdoj. Kjo është një nga fotot më të bukura, realizimi i fotove dhe video gjithashtu, nga dy njerëz shumë të talentuar, më pëlqeu shumë gjithë koncepti. Por kam qenë duke menduar çfarë është duke përgatitur kjo gocë. Tani e bëri thjesht të promovoj lëvizjet e saj, trupit e saj, bukurinë e saj. Lëvizje në foto nuk shoh. Lëvizje ka të shiko. Po ku ç'është lëvizje, është lëvizje ajo? Tu është futur kështu brenda një qese, ç'është kjo apo është pëlhur? Jo, supozoj që sa është link. Zemra vogël. Si prapë gjoks jashtë. Ne ti sa racish për ti e gotë, se unë tani femrat që dalin me gjoks jashtë, okay, kur e ke të bukur pse mos ta nxjerrësh. Po kam përshtypjen që femra vet e kanë çik siklet me dal nudo besoj, ëh? Shiko. Unë jam pro fushatës, jo nudizmit, po free the nipple. Free the nipple. Po, jam shumë pro. Ma po the pak në shqip free the nipple. Ta le të për të lutem tani. Nuk e thon anglisht free the nipple, do ta bëj në shqip free the nipple. Si është shqip? Është lironi thithkën. Po. Shiko, thithka ka mashkulli, ka femra, njeri. Po, çfarë do të thënë? Pse meshkujt? Pse meshkujt kanë një liri njerë të dalin pa bluzë? Jam shumë dakord me ty. Unë dua shumë që gjitha gocat mund të jesh kudo që janë në produkt. Okej, jo kudo, sepse jo. Shiko, si fillim duhet të kemi respekt për trupin tonë. Si fillim. Sigurisht. Claudia ka një respekt të papar për trupin e saj edhe e demonstron atë me një mënyrë shumë artistike. Kur e demonstron atë në një mënyrë shumë artistike, nuk është si e percepton një person gabimisht. Bravo të qoftë. Po. Edhe më pëlqen. Të dalësh nudo artistikisht, ti mendon që është okay? Shiko, nuk kapet si nudo, kapet si gjysmë gjë. Okej. Po. Po ishte gjë e bukur, nuk ishte gjë shëmtuar, ishte shumë e bukur. Po më pëlqen shumë Claudia, edhe realisht kur njerëzit janë kaq profesionale dhe kaq talentuar saç është Claudia, jo nudo të dalin, po të bëjnë çfarë të duan, asnjëherë nuk merren përket sepse realisht ja vlen. Edhe në fund fundit ka një koncept aty bën atë, që është mahnitur të gjithë. Liria e të qenurit mirë me veten tënde. Okej, ne do të kalojmë te Niko tani, është rubrika e përjashtme që vjen gjithmonë Niko versus Niko, kemi të mirin dhe të keqin, e ndjekim. Don't know much, this much is true. Përshëndetje, mirë se erdhet në puntatën tonë të radhës, që është e 12-ta dhe kalon shumë shpejt koha dhe ja ku jemi këtu në episodin tonë të 12 për të komentuar edhe një tjetër event shqiptar siç anoncoi dhe Niko javën e kaluar. Pa humbur kohë, dëgjojmë Nikon prezantimin e tij. Përshëndetje. Siç tha dhe Niko, kemi një event tjetër, java e dytë me të ftuar shqiptar, nuk e di. Unë jam shumë emocionuar sepse ndodh rrallë që shqiptarët bëjnë evente kaq të bukura apo evente në përgjithësi. Dhe duhet i respektojmë edhe pse ky eveniment mund të ketë kaluar një javë pak kohë. E për më tepër, ja vlen të komentojmë edhe sfilatën e të papar të bëra Kokvi, si realisht solli disa tendenca që vetëm Bora mund i sillte.
dhe kjo është për mirë gjithmonë, dhe normalisht vlen për të vlerësuar që nga sezoni i verës deri tani mund të shikoj që kishe një update të papar. Pa humbur kohë, kalojmë tek i ftuari i parë. E filloj me Bora Kokdhimën. Ka guxuar të veshë diçka pak më stil anglez epokën e vjetër, në materialin e velvet në ngjyrën e kuqe. Më pëlqen jashtëzakonisht shumë looku i saj, ishte goxha prestigjioze si look për sfilatën e saj, mahniti të gjithë me të kuqen e saj, por është dhe Irena këtu që do doja ta komentoja dhe Irenën, sepse nga afër, mbase në foto nuk duket mirë, por realisht nga afër veshja e saj ishte perfekt. Më pëlqen sepse ka përzgjedhur dhe Irena një trend tjetër të muajit dhjetor dhe të festave, le të themi, materiali i mëndafshit. Më pëlqen që e ka kombinuar me një total outfit në ngjyrë të zezë, akoma dhe detajet si kpucët dhe çanta, dhe diçka tjetër nuk mund të shtoj sepse besoj se do ta prishja. Bravo, 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 dhe sa po të bëja shenjë që ta mbyllësh. Pra, mund të them se paraqitja e Borës ishte goxha dinjitoze dhe më pëlqeu shumë. Më pëlqen pejmase dhe ngjyra e kuqe në velvet, në kadifen domethënë, por e vetmja gjë që mbase unë e kam problem, nuk e gjej se mund të jetë problem realisht, do preferoj një tjetër model flokësh, pak jo kaq mesi, jo kaq të ngatruara, do doja diçka më në Barbie style, do doja diçka mbase të drejta, jo kaçurrela, por mbase dhe jo ky look. Sa për Irenën, nuk mund të them shumë gjëra, realisht si gjithmonë është e pagabueshme, por mund të them që mungojnë disa detaje. Detajet përveç aksesorëve që i shohim. Për mendimin tim, fustani që të ishe edhe më perfekt, duke qenë se është në mod shumë këto fustanet pak oversize me flutura në fund, të kishe detajet e kopsave gold, apo mund të kishe thyer gjithë veshjen me një çantë me ngjyra, apo me një çantë me detaje me ngjyra apo në material tjetër. Gjithsesi, nuk mund të them se është keq, por do doja disa detaje të bukura të ishin ndryshuar që të bëheshe veshja dhe më wow. E dyta në radhë për këtë javë është Dorina Mema. Edhe Dorina ka përzgjedhur një trend goxha dimëror, goxha festiv, goxha in këto eventet e fundit, pra trendin e mëndafshit. Më pëlqen fustani sepse ka përdorur një ngjyrë royal blue, më pëlqen shumë ekstravaganca e kurrizit sepse okej, nëse nuk i lejohet Dorinës, atëherë kujt i lejohet të nxjerrë kurrizin kaq perfekt. Dhe normalisht më pëlqen shumë The Beauty look që ishte i kuruar në detaj dhe flokët e saj të drejta që janë. Unë gatorove njerë si fillim nuk ka veshur mëndafsh, por ka veshur velvet, pra ka veshur kadife. Nuk e di, okej, realisht nuk gjej diçka për të komentuar keq, base nuk do doja që Dorina të vilte në një pozë kaq bodybuilder, sepse ne e dim që ka tru perfekt akoma dhe kështu të jetë. E varur, Dorina është gjithë muskuj, pra është pak shumë e kontraktuar, por mbase dhe fustanin do ta preferoja në një ngjyrë tjetër, mbase pak më të errët, apo nuk e di, sepse më pëlqen shumë dekolteja mbrapa e kurrizit, se si sa dhe Niko, basi është nga të vetme që mund ta nxjerrën kurrizin kaq lehtë pa patur problem, pa këto dhjamrat këtu. Dhe normalisht, nëse do t'i vija një pik, do t'i vija 10 pik beauty look, 9 ose 8 pik fustani dhe 20 pik të pasmet e Dorinës që në foto duket më mirë se fustani. E radhës, Angelina Kotori është tani më njihni të gjithë, është një blogere, fashion blogger, është nga personazhet e preferuara të rinjve në Instagram, ku inspirohen nga ajo. Angelina kishte vendosur të vinte pak më strikt në look dhe të përzjedhi ngjyrën e zezë, edhe Angelina, dhe duke përzjedhur materialin e pantallonave apo leggings lëkure. Më pëlqen shumë detaj i çantës blu në total në kombinim, por do të thoja që normalisht bie në sy pelliçja e famshme e Rihanës, si ka përdorur 2 muaj më parë, Yves Saint Laurent në formë zemre. Më pëlqen jashtëzakonisht shumë në të vërtetë. Nuk e di a është origjinale apo është diçka e imituar, gjithsesi më pëlqen që Angelina ka ardhur me një look pak më jashtëtas. Nuk mund të them se gjej diçka gabim, nuk mund të them se diçka më çmend, domethënë, dhe është hera parë që gjej veten që nuk di.
a jam nga ana mirë, a jam nga ana keqe. Realisht më ka pëlqyer ekstravaganca dhe le të themi gjëja unike që ka sjell, ama nuk më bën të tërheq flokët apo pjesa e outfitit, pjesa e lëkurës domethënë. Nuk e di, jam në dilemë. Hera dytë për të ftuar në radhës, si ndodhet Tutenen. E kam fjalën për Odeta Banushaj. Mua më ka pëlqyer jashtëzakonisht shumë outfiti i saj, sepse përzjodhi dhe ajo njësoj si Bora, ngjyrën e kuqe, pra ngjyra e kuqe tërheq dhe në vetvete është goxha ekstravagante dhe në mënyrë minimalistike. Më pëlqen shumë veshja e Odetës sepse në të vërtetë kur e pash përballë nuk po kuptoja nëse ishte një fustan apo ishte një jumpsuit i tërë. Ishte diçka e ndërthurur. Më pëlqen sepse ka përzgjedhur në muajt e dhjetorit të jetë goxha hap, pra me një dekolte goxha të hapur dhe më pëlqeu shumë modeli flokëve që mbase në foto nuk e dallojmë shumë mirë, por më ngjante pak vitet 60, pak vitet 40 dhe i gjithë si kombinim ishte në perfekcion. Pra e tregonte dhe Odetën shumë elegante. Nuk Odeta kësaj radhe më ka lënë, domethënë pas një koment negativ. Mbase do preferoja një detaj, peliçe, një peliçe të kuqe, pse jo, apo një peliçe të bardhë. Normalisht fake fur, që mund të prisni kafshët. Të hedhur, ose do zëvendësoja çantën me një klaç me një çantë vogël, me një klaç pak më glamuroze, duke qenë se është një event të tillë dhe kjo çantë më duket pak jo vetëm për orët e paradites, sesa stonon me gjithë outfitin, apo më tepër stonon tek baneri i fotografive. Gjithsesi, nëse është pjesa e çantës, konsiderohet si koment jo negativ. Nëse është pjesa e peliçës, atëherë konsiderohet si një detaj shtesë plus që duhet shtoj dhe duhet jetë e kujdesshëm për radhës tjetër. Dhe fundit, por normalisht e kemi parë edhe në episodin e radhës, është Floriana Garo. Me outfitin e saj mund të them që realisht nga afër, mbase këtu nuk mund të them që mund të tërheq flokët, por nga afër ishte realisht shumë i bukur. Më përingjante pak me një stil Balmain, fustani ishte në një material që tregonte linjat e saj edhe më elegante dhe seksi. Më pëlqen se ishin në materiale bodycon, pra këto që rrin pas trupit. Nuk e di, ta komentojmë dhe Florianën. Floriana nuk mund të them se është një nga kombinimet që unë shkul flokët, por ama është një nga kombinimet që mua më duket shumë okej për evenimentin dhe më duket shumë okej me dress code-in që të gjithë pretendojmë të kemi kur shkojmë në një eveniment të tillë, kaq serioz dhe prestigjioz mund të them. Outfiti patjetër që më lë shihen e Balmain, por absolutisht nuk më bezdis, base një detaj që më pëlqen është çanta, por mbase një detaj që s'më pëlqen dhe dua ta zhduk, janë këpucët. Mirë pra, këto ishin dhe komentet tona për evenimentin e Bora Kokdhimës që organizoi para një jave. Ne kaluam shumë mirë, ishte gjithçka në perfekcion. Jemi shumë kurioz të dim çdo gatuaj për pranverë 2017. Por deri atëherë ka goxha kohë. Dhe neve shifemi radhës tjetër. Çfarë lëvizje është kjo? Jam duke munduar të kap melodinë. Ai që vjen. Ka qenë shumë vitet 90, kur unë linda, shikoja për shumë njerëz që kërcejnë dhe ishin bënë lëvizje kështu tipike që kanë qenë tipike. Akoma vazhdon. Pastaj vitet 2000 ishte kjo. E mban mend? Po. Tash s'është ka ndonjë gjë. Jo, tani është kjo. Po, që duhet të mbash bukurinë e fytyrës së të kërcesë. Kjo. Po, ajo po e po. Kjo është lëvizje. Ajo po. Okej, ka momentin që ndjekim interview, Greta Koçi ka qenë e ftuara ime speciale e kësaj jave, doli ndryshe nga çepistja. Realisht nga pasi thon Gret në shumë qef, po doli shumë inteligjente. Diçe. Përshëndetje dhe mirë se erdhët në interview. Jam është bërë shumë bajat kjo pjesë këngëtare gjatë jam shumë i lumtur, po unë pak jam vërtet shumë i lumtur. Sepse personazhet unë zgjedh vetë zakonisht edhe janë gjithnjë njerëz që unë realisht i dua fort edhe janë personazhe që mua vërtet më frymëzojnë. Kështu që nuk mund t'i mungonte listës time të gjatë personazheve Greta Koçi. Si e? Përshëndetje, mirë se jeni juve. Bukur e bëra. Bukur e bëra, shumë. Lezetshëm. Po ne, je i lezetshëm. Faleminderit. Je më shumë se ty. Ashtu? Po ti yllni. Sot lëre. Kemi bërë fiks për festa me Gretën, kemi ardhur këtë vendi me këtë oxhakun e lezetshëm.
Kështu që më bëm gati që të bëjmë ca pyetje të lezetshme. Unë normal nuk mund t'i bëj Gretës pyetje nga ato të mia, sepse Greta ka një status për të ruajtur dhe ka një jetë që është gjatë gjithë kohës kjo vajza që duash ti ta ngacmosh. Kjo do ta kthejnë keq dhe s'të vjen më. ose të bën një shikim kështu, domethënë ti thjesht nuk i thua dot asgjë. Nëse Greta, si po ndihesh Dance with Me? Dance with Me është ajo gjë më e fundit që ti tashmë je pjesëmarrëse. Mirë, ishte në fakt një eksperiencë e re, po unë do të thoya tani që po mbaron e paharrueshme dhe pa përsëritshme në llojin e vet, se mund të kesh kompeticione të tjera ku merr pjesë, po ky është një format ndryshe që mua në fakt më shërbeu edhe në anën fizike, se kam humbur ca kile, kam ardhur në formë të mirë relativisht, edhe s'kam pas nevojë për palestër shumë se jam marrë me dancing. Ka qenë impenjative shumë, por në të përgjithshmen e vet ka qenë një eksperiencë për të mbajtur më shumë gjatë. Keni konkurrentë të preferuar atje? Ndonjë që të pëlqen shumë fare përveç vetes tënde normalisht? Të gjithë, unë them që aty Jo të gjithë, jo, njërin thuaj. Një të pëlqen më shumë e tjerët. Ka çifte që kërcejnë mirë, për shembull mua më pëlqen Laura, kërcen shumë bukur, Arnita me Besin janë një çift fantastik. Xumi me fjollën kanë atë karakteristikat e veta, kështu që nuk do doja të veçoja. Okej, mirë, Gret. Unë e di, sepse kam shumë vite që jo vetëm unë, po gjithë njerëzit që ti të njohin, gjithë Shqipëria mbar, të shikojnë që kur ke qenë shumë e vogël që ti këndoje nëpër kompeticione dhe çuditërisht fakt është një çudi e madhe, po gjithmonë ti fiton, e ke bërë? Domethënë ti konkuron Top Fest, fiton, konkuron te mikrofonjarët, fiton. Edhe kjo sigurisht është zotësi e madhe dhe është talent, te kjo gjë dihet tashmë edhe s'kam se ta them as unas. Nuk e mohon dot. Por ajo do të them është tashmë ti fiton kudo që shkon, te Dance with Me do fitosh prapë. Se di, po uroj që të më sjell fat, kush është ai që nuk do donte, pavarësisht se është një kompeticion kërcimi dhe nuk është se ka lidhje me ne, po që nëse do marrin votat e publikut edhe duartëritë e publikut, ishte kënaqësi shumë e madhe. Ti në fillim fare u mërzite kur morën vesh do kërcesh me Nardin Dokën? Jo, ishte kënaqësi. Unë nuk e njeh Nardin në fakt nga afër. Ishim shkëmbyrë kështu në parti, mi po asnjë lloj muhabeti më të thelluar me të, përveç një përshëndetje, edhe më ka bërë shumë përshtypje se tani po e njoh dhe si njërinë Ardin. Ja shikon shumë Ardi. Shumë i mirë, shumë zotëri, shumë kavalier. Edhe kërcen shumë bukur, ëh? Edhe po, ja ka marrë dorën shumë mirë, edhe njofta edhe familjen e tij, ka një familje të mrekullueshme që edhe e mbështet, se nuk është gjë e lehtë edhe për të. Edhe mosha edhe pozicioni i tij të gjitha, po jam shumë e kënaqur që kërcen atë. Greta, sa e paguan klani juve për të kërcyer atje? Na paguan, lëre tani. Okej, mirë. Më trego pak, ku do bësh kënd të re njerëz, se u bëca, sa u bë? Jo shumë në fakt, ja 4 muaj, diçka e Se tillë. të duket normale 4 muaj? Duan Jo, për mua, jo se unë mund çdo muaj, po duke që se kam pasur impenjim dancing edhe e kam stopuar pak se nuk ke kohë. Edhe unë do hyja për shembull dhe në këngë magjike, po arsyeja pse unë e lash ishte se nuk kisha një material të mirë. Po le të fitonte ajo që fitoi. Edhe nuk do. Po ta fitoi këngë magjike. Ta fitonte Rozana një herë. Edhe shumë mirë ta gëzoj se e meritonte. Po. Dhe nuk dua që të hy, domethënë pa pasur diçka të bukur, jo vetëm në një festival, por edhe me klip, se klipi është një gjë që ngjelet gjatë, edhe dua që kënga të punohet mirë, të realizohet mirë dhe më pas të publikohet. Tash më shpjegoj një gjë më që unë s'kam kuptuar asnjëherë, pavarësisht se kam pyetur shumë kolegët të tuat edhe këngëtarë që më pasur në intervistë. Ç'është kjo mani për të kënduar me tekst kosovar, me dialekt kosovar? Po pra, E bën të tjerët, kur e bëri ti tash come on, edhe Greta? edhe Greta e bëri. Po pse? Why? Po nuk e di, jo ishte ndikimi i Goldit në fakt, jo se unë e kisha ndar mendjen që këtë radhë do këndoja në dialekt kosovar, po ai e realizoi tekstin edhe mua më pëlqeu. Në fakt gëgërishtja sikur tingëllon një. Është dakord, tingëllon. Po prap, Greta Koçi që këndon me dialekt kosovar. Po se mua më shkon ajo, po me ti e dialekt atë kosovar, ka kosovar, ajo hitu po. Po hit bëhet ajo. Po hit e bën ti se ke emrin që e bën hitë. E vërtet është, edhe emri Se ndikon brandi shet. shumë. Tashmë një brand, ti nuk je thjesht një këngëtare në treg. Vërtet është se çado që të bësh tani do të dëgjohet. Mirë, Greta, mendon ti që je rritur pak para kohë? Po gjithmonë kam qenë kështu, edhe kur kam qenë më e vogël, domethënë në ndryshim nga motra ime që ka një natyrë tjetër, unë kam qenë gjithmonë më mendoja më shumë për familjen, mendoja që sa më parë kryeja atë pavarësinë time. E përgjegjshme. E përgjegjshme, korrekte, gjithkohës. Është edhe me natyrë, unë ngjaj babit për këtë tipin kështu që kam, edhe që fëmijë, domethënë kam filluar të ulem të studioj, domethënë përveç shkollës, pjesën e muzikës, kam pas fatin e mirë që mamaja ime është muzikante, domethënë vjen nga një familje që
merren me muzikë, gjyshim ka kënduar si nga babi si nga mami, domethënë dhe u ushtrova që e vogël dhe të ushtrohesh në atë moshë 12 vjeçe, domethënë është një çik vështirë që një fëmijë të ulet edhe të mësoj teknikisht një këngë. Pata fat një kisha nënën time dhe jam shtruar që atëherë dhe kjo më ka bërë që të piqem para kohë dhe të marr përgjegjësi ndoshta edhe para kohë. Interesante shumë. Po mirë, jam treguar një gjë timoj që jam shumë kurioz tani ta di. Për shembull, kur ti këndoje Kush ka fal me Erion Korinin, kënga jote e parë fare, që u bë ajo legjend. Vazhdon të dëgjojnë ato njerëz të vdesin për këtë këngë. Ti atje kështu nami, domethënë fantastike. Po ti e dije çfarë po këndoje se ti ke qenë fëmijë? E vogël. Shumë e vogël ke qenë. Jo, nuk e dija. Nuk e dija, isha 13 vjeç. Madje unë as nuk e prisja suksesin e asaj këngë se Interpretoja atë atje. Nuk e mendoja kur që mund të godiste ajo këngë në ato për masa, sepse ajo super hit. Diskutohet. Dhe po ndonjëherë duhet shpjegoj kjo për publikun që në përgjithësi këngëtarët nuk është se një tekst ja dedikojnë vetes tyre. Pra nuk është të thënë që ti ta kuptosh, pra ta kesh kalu një dashuri, 13 vjeç je fëmijë që ti ta këndosh. S'ka lidhje, unë kam qenë për shembull më që fëmijë, unë imitoja që 6 vjeç merja atë këngë, edhe aso kohë ka qenë për shembull po kujtoj njëra Elsa Lila, po Adelina Ismaili që thyu atë tabu në festivalin. Adelina ma shatë qeverinë, Adelina. Unë edhe atëherë nuk kuptoja, po ama lindin ndonjëherë njerëzit për t'u marrë me këtë punë. Nuk ka lidhje shumë teksti se sa shpirti. E qartë. Për shembull dashuri pa shije, edhe aty e vogël ke qenë ta. E vogël kam qenë aty. Që kërceja aty me fustanin e kuq me të shiringën. Çfarë bëri diçka me të shiringën? I njektoje hel? Shkoj në spital ai, po vata ajo fund. Mirë, Greta ti në dashuri pa shije ke kaluar një herë? Jo. Jo, me shije të gjitha? Jo, s'ka lidhje as të gjitha as të pagjitha. Shpjegohet, si është e mundur që në gjithë këto vite karrierë që ti ke, në gjithë këto vite televizion, personazh i njohur në media etj, s'ke patur kur asnjëherë zhurma për një të dashur. Nuk u shkruar kur në asnjë web. Po. Për një histori tënde personale, si ka mundësi? Po, shiko, unë në fakt kam shumë dëshirë edhe kur të krijoj familje, dua që kjo pjesë të jetë e imja. Megjithatë, unë jam një njeri që, me thënë drejtën, se ndonjëherë kur ke diçka, do njerëz që ja marrin vesh sepse ne jemi një vend i vogël shumë dhe nuk ke nga shkon ti, pasi ti do dalësh, do kesh do të bëj një foto, shumë më kishim bërë foto që më ra goma makinës dhe nuk e di se kush më kishte gapur isha atë makinë. Domethënë, po të kesh diçka, do merret vesh, mund të vonoj, po diku do merret vesh. Unë jam... Qa po më thoj, s'ke patur asnjëherë? Jo, po them këtë që, domethënë, jam në një moshë që unë pres rastet mira dhe variantet mira, por jam shumë tradicionale, jam rritur me këtë lloj kujme në familjen time, që edhe pse jam në art dhe njerëzit e konceptojnë që shiko këta artistët, po këta janë të shturur, po këta bashkohen me njëri tjetrin, po ndahen, po lidhen me një tjetër, po kompleksen, po pinë alkool, po kështu ashtu, po namin. Unë kam qenë shumë e përmbajtur dhe kjo jo merite imja, në fakt se kam qenë fëmijë dhe një fëmijë e orienton familja, po merite familjes time dhe menaxhimit tyre që më moshë shumë të vogël, kontrolli tyre që unë sot kur kthehem pas e them faleminderit sepse unë e shoh se ç'bëhet në showbiz. Kështu që jam edukuar me këtë frymë që, okay, unë do të njoh dikë, uroj të kem variantin më të mirë dhe e pres këtë rast, po në momentin që unë do ta deklaroj, ai tjetë bashorti. Do thuash ti, a mund qëllosh ti në shenjë, se ndodh që njerëzit edhe me fëmijë dhe ndahen, kjo nuk ka diskutim. Por uroj që të bëj zgjedhjen e duhur dhe por në atë moment që do ta bëj dhe njerëzit ta dinë, ai do jetë në krahas si burim bashort. Interesante shumë. Më pëlqen se ke planet e qarta fare, ecën. Po jam shumë e prerë. Dukesh ti. Nuk më devijon njëri. Bravo, qoftë, okay. Mirë, Greta, dashur ke? Nuk e gati që të shpallësh mashkullin e jetës. Kam kërkesa pafund. Ke shumë pretendime? Kam. Si është mashkullit ideal? Çfarë do të ketë ai mashkulli që vërtet ti të ma thuash mua tani që unë po jam lidhur me filanin? Po nuk ta them se unë kam, shiko, unë e konceptoj një fazë tani ku unë nuk kam gjë zyrtare, një fazë njohje. Pra, çfarë do të ketë ky tipi? Unë ulem me ty edhe bisedoj. Sigurisht. Edhe ti më pyet, unë përgjigjem edhe pyesim njëri tjetrin dhe njihem. Kjo është fazë njohje dhe unë mund të kem këtë rast. Jemi në fazë njohje me dikë? Unë kam njohje me njerëz shumë. Unë takoj shumë njerëz. Të mirë, njihem me njerëz, po kjo nuk është lidhje. Kjo është vërtet. Do të thonë, të kesh një lidhje është gjë tjetër. Unë s'kam çfarë deklaroj. A kam unë fazë njohje? Sigurisht që kam. Uroj që të
thellohet dhe të zyrtarizohet, uroj t'jetë Bukur do ishte. do ishte shumë bukur. Por që nuk të fat një herë çfarë do të themu njerëzve, po një me ditë po është normale, se çdo vajzë moshën time një jetë me ditë. Mos ja thuja masa bën çime tra njerëzit. Por e ta bëjnë ja, unë thash kjo është situata. Po bëjmë tani sigur gjasme, Kjo është faleminderit. Mirë këta. Okej, mash në ideal s'po të pyes se si e ke qef, se më sa shoh jeni një njohje edhe Unë në fakt kam disa, domethënë, koncepte në kokën time. Unë dua që të paktën njeriu që unë do të zgjedh për të kaluar jetën, të jetë të vi nga një familje mirë, të jetë djali mirë, mbi gjitha është njeriu. Sa do të rrotullohemi ne, domethënë kushdo qoftë duhet të jesh njeri mbi gjitha, të jetë i arsimuar, të jetë një arsim të mirë, një profesion të caktuar, si ke të gjetur jetë i bad suksesshëm. boys, një motorist që të vjen për shembull me një xhaket lëkure i çfarë? Jo. Të kesh kostume ai tipi? Jo, as ta gangstera që e frenojnë makinën në dorë, nuk tërheqin fare. Po mund tërheq një djalë gentleman, E qartë. që të jetë i mirë dhe të jetë i suksesshëm. Do të thonë një njeri i suksesshëm bëhet kur është i ri, nuk bëhet kur është plak. Sigurisht. Kështu që duhet të jetë dikushi në jetën e vet, dhe kjo do më tërhiqte shumë. Nëse ai do të ishte s'ka rëndësi nga profesioni, mund mos jetë një profesion. Çdo lloj profesioni. Politikan për shembull, do ishte nice? Çfarë do dhe nuk ka rëndësi profesioni. Okej. Politikan, biznesmen, çfarë do dhe gjë e. Presidenti 25 vjeç s'ka bërë nerva kiko. Kështu që ka kohë për atë. Ti do bësh vetë president rrezik në ditë. Çfarë do të bëj, kish më vonë për atë. Okej, rikthehemi në Gossip TV, ndoqëm pjesën e parë të intervistës me Greta Koçin. Si të duk si eksperiencë në fillim? Si eksperiencë intervista? eksperiencë, po. Po ishte për herë të parë në fakt që unë bëja intervistë, me të drejtën. E përjetove? E përjetoj shumë edhe më drodhën leqet e këmbëve. Jo, realisht Greta Koçi më impresionoi ose më si thon ndryshe mas është fjalë huaj impresionoi. Më bëri përshtypje për mirë domethënë, sepse realisht e kam parë që këndon her pas here këngë, po jo gjithmonë janë këngë që kanë zgjuarsi ose tekste Këndon live? shumë të thella. Greta është këngëtare shumë e mirë live, po. Oh. Edhe kanë këndon që 13 vjeç. Po që her pas here bënte këngë për shembull që janë pak a shumë në çike tallava ose edhe popullore ose se çfarë, që mua personalisht nuk është se më tërheqin shumë. Por vura re, siç mund ta kemi vënë gjithë njerëzit që e pan pjesën e parë të intervistës, që Greta është shumë inteligjente. Artikuluar kështu në maksimum, e pa parë, më pëlqeu shumë Greta. Dhe shumë kinge, shumë e këndshme nga. Sa vjeç është Greta? 25 vjeç. E kam pasur në shkollë Gretën e diti? Jo. Po, ka qenë flet, ka qenë flet 7, kemi qenë 8 vjeçare bashkë. Bravo. Do thonë në dynjaja i 8 vjeçare, ky që ka i lashtë, pas ka shkuar 30 vjeç. Nëse po ashtu, bëjmë çfarë vetë për një gjë tjetër. E di çfarë më bëri përshtypje mua? Shikoj Instagram. Instagram një shumë i poshtë. Poshtë është. Domethënë, kjo më zotem kjo java, po ditët e fundit është bërë nami i zi dhe emrat që janë përdorur jashtëmasi shumë nga gjithë janë Flor Maesi, Elvana Gjata, i dashur Elvana Gjatës. Që është për pyetje sepse nuk dim kush është. Është një pikë pyetje, unë e di që kam Nervin me të drejtën, po nuk e di tamam. Se jam sigurt. Nuk e di tamam. Dhe Viki. Po. Tashti. Flori. Po. Kemi vënë këtë fundin që ka qenë pak si jo i mërzitur, por ka qenë pak ndryshe. Është përfolur shumë sikur po kalon në një fazë të çuditshme në jetën e tij, duket sikur diçka i mungon, diçka e mundon. Përjeton diçka më duket. Nuk e dim pranë çfarë do jetë. Ka fjalë të poshtë që Three Dotsat nuk e kanë me Elvanën pjesë të vetën, thonë që dikush tjetër mund ta zvendçojë dhe Elvana e ka lënë domethënë Florin, si muzikalisht e kanë fjalën. Dhe Flori muzikali shumë sa që bërin Allan e dyshin. Do të tëra këto janë hamëncime, Të ndalojmë pak këtu. Ndalojmë pak këtu. Pse dolin në Allan e dyshi, me që ishte një sukses i madh edhe sa ta bëj edhe një herë. Tash ose është kjo që donte të vazhdonte domethënë, po unë e dëgjova në Allan e dyshin dhe s'më duk fare e ngjashme në Allan e njëshin. Mund ta thuash tipet që ishte vazhdimi. Ishte një pak tallavaj për zjerë me dubstep. Këto tallavat nuk janë ndarë Florit, më duket. Që është krijuar një muhabet me pjesë tallavave. Tallavave. Tallaverave. Jo, ai krijon muzikë shumë të mirë, shumë të bukur. Okej, Flori është njëshi. Okej, po. Edhe kanë pyetur tipet që ç'ne ti që krijon tallava. Edhe ai ka qenë kështu tipet që nuk më pëlqejnë, po edhe më pëlqejnë. Ore, Flori Maesi ka bërë një këngë që quhet Tallava. E shiti dhe njerëzit vdiqën pas asaj këngë. Ore, a kanë sukses? Sigurisht. A përfiton nga ato? Po i punon truri. Suksesin e ka. Elvanën e bëri njëri, për hir të vërtetës, Elvana Gjata është këngëtare shumë e mirë, ne kemi shumë xhan.
Po mos ishte Flori Momesi, Elvana Gjata s'do ekzistonte fare. Mendimin tim. Ndoshta ishte një person tjetër. Sigurisht, po Elvana ishte kjo që është, po mos kishte Florin, kupton? Ndoshta ishte më lart, ndoshta. Ndoshta. Nëse gjithsesi nuk e dim çfarë ndodhi tamam, ne dim që Flori s'ka qenë Terezi, po makinën ja hodhën erë. Gjina. Po. Në fakt kur u bë kjo, u bë dje par dje atë një mix. E pe atë videon e kamerës, si kishin kap kamerën. Unë e kisha afër në lagje, nuk kuptova asnjë lloj gjëje. Po. Ishte një kamera që po shikoja, mëngjes. që kishte xhiruar, domethënë ishte një çun që shkonte jete benzinë makinës, ishte me kapuçë ai tipi. Kush mund të jetë ky çunje? Se dim pra. Kush mund të Tash jetë e them me thonë që mund të jetë, Është një person që adhuron tallavatë dhe ja shan tallavatë? nuk e di tamam çfarë mund të jetë. Vetëm nuk e di kush e ka bërë stul. Po Person tjetër që ka lidhje me Elvanën, për shembull. çfarë çam bëri përshtypje mua, se unë mendova këtë, thash mos është i dashur Elvanës tani që po hakmerret ose po bën ndonjë gjë. Ai jo, po. Po e di çfarë pash pastaj, Elvana Gjata postoi, atë natë që ndodhi kjo puna e zjarrit makinës. Elvana Gjata postoi këngën e Florit në anën e dytë tek Instagrami i saj. Madje e bëri dhe sponsored. Ulala. 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 E pra, po edhe Letri ka postuar, e di? Po. Edhe mbasi e postoi. Letri tani nuk supozoj që janë shok këta. Po tani ku diun? Nuk janë shok. Kishte bërë një koment këtu, kishte thënë që ket falen nga The Weeknd. Letri Florit. Nice, lezetshëm. Po pra. Lezetshëm. Interesante shumë ishte. Po. Më bëri shumë përshtypje, nuk e di tamam s'ka qenë kunje, po ka qenë me shaka. Enkurajim. E pra. Do ishte kurajim tipi që çfarë bën me The Weeknd? Edhe është enkurajim, një theksim tipi që The Weeknd është këtu edhe vazhdon çfarë bën ti. Nuk e di tamam me të drejtën, por që shpresojmë shumë që kjo gjëja e madhe të marrë fund, sepse realisht flasim për artistë që janë elitë në Shqipëri edhe nuk është mirë Edhe që tek mos këto merren gjëra. me kështu lloj gjëra të vogla, gjëra Instagrami, vazhdoni, bëni muzikë, krijoni gjëra sa më të bukura. Ikim tari Lena neve? Ikim. Se me që jemi tek. Urita jo gocnje. Ja, më sa mirë është bërë. është. Po ku diun se sa vajti, 19-20 vjeç do të jetë Arlena, diçka Ose tjetër. 18. 18 thua? Aq e vogël? Aty është. 18. 18 ndoshta. Kështu duket shumë e njom, shumë e freskët kur e shikon. Po, është shumë e bukur. E bukur është. Po çka, ka bërë në gjë në fytyrë këtë, është bërë shumë e mirë, apo kështu ka qenë? Është duke menduar, është duke Apo bërë gjëra. rritet. Po rritet. Po rritet. Po rritet. Po. Çka ka bërë, kishte bërë ca foto mora vesh. Provojnë gjëra me provojnë gjëra. Eca ty. Provoj Po atë ky çon. tipi tani pas ka lesh në Po. kurriz. Ja, pas ka pak lesh në kurriz ky. Atë vure reta. Po ti kishte hequr po ashtu apo s'është mirë? Tash këtë pozën e ka bërë fillim fare Kardashian me Kanye West. Pastaj e bëri Çilieta me Noizin, që është një kopje e gjallë. Who did it best, mund të bëjmë një version. Tash pas ka bërë dhe Arilena, nejse. Po kjo çka ka bërë këtu tash, ka nxjerr gjoksin, okay, ka të lezetshëm, është në moshë fundja si ka rënë akoma do i bjerë. Po, se këto që janë bullgojnë, janë artistike, bardhëzi, janë të filosofuara. Të filozofuar? Të filosofuara. Dakor. Tash ky tipi, Po. më interesova në çik, tash kush është ky? Feviani e kanë atë Shqiptar? Instagram. Po shqiptar do jetë, më erdhi pak përqeshur me të drejtën sepse ky kishte atje vlogger, dancer, do çdo profesion të mundshëm që ekziston, po i kishte të shkruajtë te profili i vet. Njëri talentuar domethënë. Po, dhe kishte, siç edhe mund ta shikosh, 486. Thjesht do të jetë njëri privat që ka me gati të gjykoshte. Do Ke parasysh jetë private. Parasysh kur kemi qenë vegje që shkonin për shembull në Durrës me makinë, ose me Unë furgon nuk e ose me kam autobus, jetuar këto, ke parasysh? Edhe shifje larg për shembull kanë qenë këto tipike bar, restorant, pizzeri, night club, pishin, spa, edhe emri, kupton? Po ka qenë tipike kjo Kiki Rika, Çimçakiza, Letra Shiko, është Bixhozi. njëri talentuar, tani leri këto llafet, është njëri talentuar, ka të gjitha, edhe do një jetë private, prandaj nuk ka shumë followers. Nuk e pranon Po thua. nuk i pranon vet. Çfarë thua? Po, sepse ndjeni keq me veten e tyre kur shikojnë çfarë bëj unë në jetën time, mos ja bëj tani tjetrit. Ç'ma kapësh ka Arlenën? Sa lezetshme këtu? Është shumë e bukur. E mirë është. Është shumë e mirë kjo. A që mëse kuptova këto, ja, po, duhet kjo foto duhet hequr se ky do të heqë leshin e kurrizit. Do ky çuni duhet që të shtojë një gjë të vogël tek ato pjesët e Instagramit, pasi ka shkruajtur bar, restorant, pizzeri, night club, edhe depilim. Do bënte sukses besoj. Do bënte sukses. Do bënte sukses. Do bënte sukses. Po. Tani, Mirë, ti e di kush tjetër ka bërë sukses? Kush ka bërë? Kush ka bërë? Chris Beckham. E ke parasysh familjen Beckham? Ose se kanë parasysh, Që unë desë kanë Victoria edhe sa për fëmijë te. bën, u bën 4 fëmijë u bën, 3 çuna dhe 1 gocë. Edhe Prapa një jo. çuni vogël, çuni vogël që Camilo Cruz bëri një këngë për Krishtlindje që Besi, është po, te ke qef shumë. Po. Po, jam pak më e madhe se ai. Po do rritet ai çketi. Do rritet. Ja. Po. Edhe kështu. Tani, kënga që ka bërë, okay, ka mundësi edhe bën do thuash tani ti, po jo ka vokal. Ka vokal. E ka të Ka mire? vokal. Çfarë nuk më pëlqen në gjithë situata është që kishte shumë komente negative vetëm sepse vjen nga një familje të njohur. Edhe çfarë Domethënë që nëse ishte një fëmijë që nuk e dinte asnjëri, të gjithë do jenë kështu duke inkurajuar, bravo, edhe vetëm sepse ka këtë biemër, të gjithë e gjykojnë. Shikon çfarë botë jetojmë njërë. Ah, Po.
Pa i po të mos ishte nga e familja, s'do kishte bërë një gjë të madhe kam përshtypjen. Jo, do kishte bërë këtë sukses sepse është shumë i mirë, është Justin Bieber i ri, versioni i ri. Ti po shumë. Por, përveç kësaj është duke sfiduar Mariah Carey. Mariah Carey? Carey. Mariah Carey. Carey. Po Po, pse sepse All I Want for Christmas is You, tani vjen kjo këngë ta sfidoje. Kush do të kaloj po suksesin e... Është shumë i mirë ky. Okej, nuk ka gjoksin e Mariah Carey. Po gjok zeza Mariah Carey ka ikë me kohë, po puna është prap. All I Want for Christmas e Mariah Carey. Do të thonë që në momentin e parë që ka dalë. Pak se s'ka ardhur akoma krishtlindjet. Po po klikohet pafunda e kupton dhe kjo vetëm bën lek, e kupton ti? Është si puna e Britney Spears e Baby One More Time që sa klikohet ajo bën lek, kupton? Kanë shkuar kështu miliarda klikime. Po, kujtojmë për Mariah Carey çdo krishtlindje më, në gjithë vitin. Mariah Carey. Po, edhe kështu. Është një sfidim shumë interesant. Është kombinim shumë interesant, fakt, po gjithsesi kam përshtypjen që Mariah as po e tenton ta mendojë në mendjen e saj që Cruz Beckham mund ta sfidojë sepse Mariah është. Ktu do jemi. Ti voton për Cruzin? Po. Jam i sigurt që ti po të kishe mundësinë ta arrisje vet atë. Jo, vallai. Jo, nuk më pëlqen me të vegjël se ona. Po ç'lidhje ka mund bëj trupa, mund bëhet seksi si babi vet. Nuk më pëlqen me të vegjël se ona. Po me babin e vet? E ke menduar? Çfarë? Me babin e vet. Është interesante, më pëlqejnë më të mbëdhenjë se unë. Vërtet ke qef çuna për të mbëdhenjë se ti? Po, sepse janë më... Sa qefi ke? 35, 36, 40, ndoshta? Janë më mature, ke përë se s'din çfarë bëjnë në jetën e vetë, nuk janë kalama. Pak më nga regjia. Çfarë? Regjia? Regjia janë pak... Ama shaka tona. Ato. Ke qef ti thonë për shumë dashur të thuash daddy. Jo. Jo. Më quaj babi. Jo. Jo. Jo, valle. Mirë, dakord. Po. Edhe çfarë tjetër është bërë sepse kjo bot zhvillohet. Se nisëm që fillim me këtë prandaj. E ke parasysh? Po si se ke parasysh një. Po, edhe kështu, ai njeri ka shumë synime për jetën e vet. Synime për jetën e vet. Shiko, ka kaluar shumë gjëra të vështira në këtë kohë, edhe kështu që thon ti. Kishte një takim me Donald Trump. Në momentin që Donald Trumpi anulloi konferencën për shtyp. Edhe shkoi të bënte takimin me Kanye West. Po, sepse Kanye West përjetonte një moment shumë të vështirë në jetën e vet. Gjithsesi. Edhe kështu, Kanye West tani, çfarë ka thënë? Në fakt, çfarë supozoj që ka thënë? Në Twitter ka përdorur hashtagun 2024. 2024 çfarë vit është? Do bën sërish votimet për president. Dhe, të më thënë ai mendon që do jetë ky presidenti i radhës. Do imagjinoj një botë me president Kanye West. Do ishte bukur. Do jemi të gjithë në denim. Të gjithë në denim, denimi thon xhinseve për hyrësit tonë. Xhinseve, jinxeve i thon. Jinxeve, gjithsesi Kanye West do i vesh gjithë me jinxe. Ose me kru, rroba ngjyrmishi i ke pasur në koleksionin e fundit. Me hizit. Hizit janë ato atletet. Të gjithë do jemi. Ama se Sara, si flet ti, ylli tani po s'kuptojnë njerëzit. Janë atletë që kanë nxjerrë koleksion i ri Kanye West. Çfarë mund të bëjë Kanye West? Çfarë tjetër mund të bënte? Imagjinoj edhe diçka tjetër. First Lady Kim Kardashian. Fantastike. Mund për shkak që të bëjnë gjithë gocat, mund të kenë mundësi që të bëjnë fare operacion të pasme. Po edhe buzët, edhe mollzat, edhe paruke, edhe make-up, edhe të hanë shumë. Falas gjitha. Edhe sextape, një sextape zonjëra falas kështu. Falas se Kimi pagoj lek për të bërë sextape-in? Nuk pagoj, nuk e di. Ke parë sextape-in e Kimit? Jo, nuk e kam parë. Fantastike. Seriozisht, talent. Edhe di që është në kamerë, i parasysh edhe okej, s'ka detaje, po është mirë. Na shohim fëmijët atje në ekran. Ja. Fëmijët ndërkohë kanë pasur gjithë sextape-in, nejse. Vallai po. Okej, mirë. Nuk e dim ta çfarë ndodhi në vitin 2024, por sigurisht që takimi midis Donald Trump dhe Kanye West nuk ka qenë i rastësishëm. Jo më kot u bë kaq mediatike sepse realisht Donald Trump la ato impenjimet e veta politike për të takuar Kanye West. Kështu që një gjë të mirë e ka bërë Kanye, kështu që ka premtuar ky përderisa ka shkuar edhe ka mbështetur për të marrë parasysh që asnjë artist nuk e mbështeti Donald Trumpin përveç Kanye West. Kështu që mbyllim me kaq Kanyan edhe kemi pas pak po ashtu? Kemi pas pak një xhiro këtë vërdall. Lëvizim pak. Mirë, ta kthehemi prapë te muzika. Janë dy këngë në repertorin tënd, që janë shumë të lezetshme dhe kanë patur shumë sukses, gjithandej, por kanë rezultuar të kopjuara. Ti e di më mirë se unë këtë gjë, kështu që flasim po ashtu se mes nesh jemi. Fundja fundit. Unë e ti, dy kameraman.
Edhe çunat i kemi tanët, mos e rriturini fare. Dëgjon njëri fare. Tash ti, tash gjithsesi ka kaluar kohë, ka qenë kënga një herë po, një herë jo, shumë e bukur. Fantastike që dalti aty, klipi ishte shumë i këndshëm, pak retro, kështu me gocat, po doli që ishte kopjuar. Po ti e gabim se kënga është e ime dhe ma ka kopjuar mua Bullgaria. Ma sqaro pak lutem mua dhe atyre që mendojnë si unë? Kënga është kompozuar nga Ocko, është një kompozitor shumë i talentuar Maqedonas. Unë këngën e kam bler tek ai, e kam incizuar, kam dalë dhe videoklipi. Dhe më pas Ocko e ka po themi e ka shitur këngën tek një bullgare, tek një këngëtare bullgare, ja ka dhënë asaj, më pyetin në fakt nëse mund ta bëj, nuk ka asnjë problem. Okay. Mi po nuk kishim gjë të ndarë në atë kohë që Ocko më ka bërë të telefonat. Kur e shoh pastaj që e kishte nxjerr, po ta shihni, vitin kur e kam publikuar unë, ajo është mbrapa, sa kështu që kjo këngë nuk është e kopjuar. Sa i përket këngës Treshe me Goldin dhe me Enin, po aty patëm një problem fakt. Morëm një bit se ne kemi sqaruar këtë, po njerëzit e njërë nuk e kuptojnë. Edhe s'dua ta kuptojnë, a? Jo, po nuk e din se nuk kanë faj se nuk merren me muzikë. Biti është ritmi, pra është bum pa. Kurse orkestralja në tërësi është një tjetër gjë, se futet harmonia gjë. Ne morëm një bit nga një djalë i Kosovës që quhej Çipsi. Unë nuk dëgjoj në fakt muzikë rumune. I kërkuam një bit, ai na sjell një orkestral të mbushur, i them Goldit. Mua më pëlqen kjo, hajde bëjmë diçka. Je i sigurt që mos ka ndonjë se edhe kisha dëgjuar që ndjedhin, në fakt nuk është se është një gjë e re në këtë kohë. Më thotë jo, absolutisht. Edhe ai në fakt pa dieni, themi drejtën se Goldi është nga ata që nuk dëgjon muzikë të huaj fare absolutisht. Kur del më vonë masi ne nxjerrim klipin që kënga ishte rumune. Të vjen keq sepse në këto nivele që kemi arritur është përgjegjësi para publikut dhe kemi kapacitete që të bëjmë muzikë të mirë vetë, që të vjedhim nga rumuni. Dhe unë pata problem me atë djalin, madje pata problem dhe me këngë tjetër, një bit tjetër që ai më kishte dhënë, këngën i besova, u bën një mishmash derisa e zgjidhëm pasaj, po ka dhe njerëz të tillë që abuzojnë, që përtojnë të krijojnë vetë, sa ai djalë nuk është se nuk ka brum, po përton të ulet të shtrohet edhe vit këtej gjithandej, po nuk është gjë e mirë kjo. S'është fare. Gjithsesi kënga eci. Kënga eci shumë fare. Edhe më vjen mirë që sqaruam edhe këtë gjë. Ja për shkakun se dia këtë pjesën që ajo tipja ta kishte marrë ty këngën. Po. Interesante shumë. Okej, mirë Greta, më thuaj pak një nga këngët e tua që të pëlqen fare. Thua, po se dëgjohet më këtë këngën time më shpif. Ka ndonjë? Edhe ka. Ka më thuaj një. Edhe ka, ku di unë, ajo ka qenë këngë e festivalit, unë nuk e dëgjoj ato për shkak tani. Se shiko, edhe këngët, do thënë, janë me periudha. Ka qenë një kohë atëherë që ishte Genti Lako në tret. Shumë ka qenë. Dhe ne shkonim gjithë te Genti Lako. Po unë Genti Lakon e falenderoj se më ka dhënë shumë hite, po ka dhe ca këngë që unë sot për shembull them, kam bërë gabim. E kupton, po për kohën ato ishin të suksesshme. Ka dhe këngë të realizuar nga ai që njerëzit e sotëm që unë kam pas për shembull me Lavino Tahirin, që e realizuar nga Genti, që është një hit unë sot në për koncertet e njerëzit ma kërkojnë, ose këngë fituese Top Fest, ose hajde folim suse Dialito. Do të them për kohën ke fitu me Gentin, gjithë ne ke fitu. Me Gentin. Me Gentin fitoi Top Fest, me Gentin fitoi mikrofonin e art. Po. Edhe kjo me Lavino Tahirin. Unë këngët e mia në makinë nuk mbaj asnjë gjë. Përpos këngës së re, sa e marr nga studio që unë e vë dhe e dëgjoj dhe më lodhem shumë. Çfarë muzikë dëgjon zakonisht? Po dëgjoj pop shumë, R&B, reggae, këto janë përgjithsisht ato që dëgjoj. Do bëj një pyetje tani që unë kam me siklet ta bëj, se unë nuk i pyet asnjëherë femrat e bukura për kështu gjërash, po njerëzit janë sigurisht duan ta dinë. Përflitet shumë se u ke bërë operacione plastike. Dhe sqarojnë pak dynjas, po çof nga afër tani. Gjë më të bukur natyrale s'kam parë ndonjëherë, po ja themi pak dynjas se se edhe një diçka do ta them, se unë Gretën e njoh që u ka qenë, sa kemi qenë atëherë në shkollë? Po ja, klasë 7, klasë 8, edhe kështu ka qenë. Shiko, sigurisht që njeriu ndryshon. Nuk diskutohet ajo që sidomos femra, që te veturat, që te flokët, nuk diskutohet një ndryshim i vogël, do të thënë që kur ti heq vetuat edhe fillon ajo faza e pjekurisë, ti ndryshon dhe dukesh më e bukur. Unë jam shumë e drejt për drejt në këtë pjesë, do të thënë kam thënë që kam pas një ndërhyrje, kam bërë një ndërhyrje në unë, po me ta thënë të drejtën, kam shku si thonë edhe si cjapë tek asapë kot fare. Sa ai mjeku kur më pa mua tha ç'do i bësh? Sepse unë e kisha bukur dhe njerëzit po ta shohin, domethënë se si kam pas. Ne ose dia për shkak. Kam pas asnjë lloj, domethënë gjëje. Se kam marrë. Dhe thjesht ajo fiksimi im
për t'i dhënë Perfeksionuar. Ta perfeksionuar një gjë milimetrike, sa ai njëku thani, unë duhet lodhem shumë për një gjë kaq të vogël se ti s'ke nevojë. Megjithatë ajo bë, unë nuk jam absolutisht kundër dhe them që sot ka dalë mundësi dhe kush ka probleme dhe ti bëj, po unë s'kisha as problem, dhe sot them pse s'kisha asnjë problem, po hajde kur të fiksohet. Dhe kjo është sigurisht, domethënë ato vetullat janë një gjë që është estetike, ajo tani nuk mund të tani pse i bën. Shikon, njerëzit duhet të kuptojnë që ne që jemi në skenë, kemi përgjegjësi për veten, respekt për veten, por edhe për publikun. Unë kam respekt për shumë një vajzë që mban veten, që vishet bukur, që lyre, që se tregon që ke respekt për veten dhe ju më ne që na 10 pishohet kjo sepse jemi në skenë. Do të jemi gjithkohës të bukur. Domethënë dhe edhe femrat janë pak më problem se vjen kur vjen një moshë pastaj mendoj që do krijosh familje, do bësh me fëmijë. Mund të ketë nevojë atëre. Po tani këto janë ato që kanë bërë. Kam filluar palestër, mbaj veten një çik, kam rekutuar dhe pak ushqimin që kam marrë në çikin. Edhe je si yll gjithmonë të shkëlqen, je edhe do mbetesh. E paparje, të lutem. Okej, mirë Greta, do më tregosh një gjë kështu kot. Ku ke futur për të parë fare ti? Jam shumë kurioz ta di. Po ç'më bëm shumë. Okej, mirë më trego. Të kanë tradhtuar ndonjëherë ti? Jo. Asnjëherë, po ti ke tradhtuar ndonjëherë? Jo. Mirë. Absolutisht. Kush është personi që do më shumë në jetë? Familja ime, mami, babi, Eni, tre janë, si ndajto. Me Enin e zënër keq fare? Jam zonë, jo keq fare jo, në fakt zihemi, problemi fillon të veshje, fillon të çantat, se kur kush ka motra në shtëpi e di se si është kjo histori. Edhe unë për shumë ja po ja tregoj, ajo vishet, e zëmë jemi sot, ajo vishesh vesh bukur, mua pëlqen se ajo kombinohet bukur. Çfarë parë Eni? Edhe shoh Enin, unë edhe i them një ditë, i them faleminderit shumë që ma bëre gati veshin për nesër se e kisha të kombinuar. Edhe po ti mi merr mua gjithmonë, aty fillon konflikti, po këtë periudhë që ajo në fakt është në Angli, ka shkuar me studime për degën e mjekësisë. Edhe këtë periudhë më ka munguar një çik se kam pas lart. Tani që është kthyer, nuk jam zënë me të se them do miki prap, edhe do të marr mall. Po këta konflikte janë gjëra të vogla. Sigurisht. Mirë. Po për një çuni, zënë ndonjëherë Menin, domethënë që të ketë ajo një çun që i ka bërë dëm për shembull, dhe ka lënduar Enin dhe ta ka bërë çuni tush hajde tuti? Jo. Ç'ma lëndove mua motrën? Jo, ka Shiko, bërë. në të vërtetë ne nuk kemi kështu probleme të çunash as nuk merremi fare. Jemi totalisht të fokusuar të dyja ku është puna, ku janë intervistat, ku është studio, se ajo periudha e çunit dhe e burrit, si i themi ne tamam, ka kohën e vet dhe do vinë kohën e vet. Nëse ne nuk përkushtojmë tani te shkolla, te karriera, ato janë gjëra pastaj që s'kemi të tilla as nuk s'kem fare për gjë. Mirë Greta, pyetja e fundit për garancia sigurisht. Gjëja e parë që do bësh pas të fitosh Dance with Me. Po kujtiti se do ta fitoj. Unë Shkon ti gjithë. bash. Unë punoj në media, njerëzit flasin shumë, edhe kam parë performancët e tua, unë kam parë dhe live, se vi shpesh të shikoj Dance with Me. Je pa parë tani, pse ta mohoj unë kot? Kurse unë nuk e di asnjë gjë që kërceja është bukur. Faleminderit. Jam Shumë bukur, pastaj Nardi, kujt e merrte mendja që do ishte aq korrekt, u bëj shifra, është korrekt komplet. Okej, nuk bën shumë lëvizje. Po ato që i bën shumë saktë, është gjithkohë tak e ka fituron atë është. Kështu që dynja ato që Greta do fitojë edhe pik domethënë, se s'ka kush ta fitojë tjetër. Unë uroj shumë që të jetë kështu edhe ty të lumë goja, sepse ajo është kënaqësi, nuk diskutohet. Nëse e fitoj, do gëzohem pafund. Nuk e ke ide sa do gëzohem. Gjëja e parë që do bëj, do përqafoj Enin, se ajo vjen kështu mbas meje, edhe prindrit, edhe do jam e bindur që nëse e fitoj, do hap telefonin se do jetë i mbushur nga mesazhet. Po dhe nëse nuk e fitoj, jemi deri këtu në finale edhe fitoft më i mirë. Mirë, faleminderit shumë që erdhe sot. Faleminderit edhe juve, ishte shumë kënaqësi. Në fakt ishte kënaqësi se jam me ty. Se ne artistët jemi si punë e fëmijë, si i thënë një shprehje që juve i keni ca drasa mangut ton për artistët. Po unë jo se hyj te kjo kategori, po që kam edhe unë ato të mia dhe dua që në një intervistë kem dikë përballë me cilin ndihem mirë. Edhe qoftë edhe momentin që të propozon intervistën në telefon të ndihesh mirë. Ti je pozitiv dhe unë falenderoj shumë që për këtë mundësi, sepse edhe për ne është kënaqësi publikojmë diçka edhe reklamojmë diçka të mirë nga vetja jonë si artist. Unë ndjeva shumë mirë. Falenderoj shumë edhe të uroj sukses. Faleminderit shumë e mirë. Edhe do të takojmë më shpesh se më dhe mua pozitivitet. Okej, jam i sigurt që gjithë pozitiviteti kështu sot me Gretën do transmetohet edhe në shtëpitë tuaja, kështu që ju urojmë njerëzve festa të mbarë, se intervista tjera do bëj pas janarit tani. Kështu që gëzuar festat e fundvitit, fat edhe shumë bekime. Lek pa fund, lek. Ciao. Ciao.
shumë kështu Është Christmas. kvalitet. Si është? Bravo të qoftë. Okej, mirë, më doqim Greta Koçi në pjesën e dytë intervistës me të. Greta Koçi, si të thash edhe më përpara, më impresionoi sepse është dhe shumë është artikuluar realisht dhe kjo aspekt bëhet politikane në Sa fakt. vjeç të shkove? 25 Ja, shkolli. rriti. Ja, rriti. Pas 25 vite. Bravo. Nuk është 16 akoma, kjo është e sigurt edhe do bëhet politikane sipas asaj që më tha, kështu që unë muzikta çka kam dashur arritë kam arritë, s'kam ku të shkoj më thënë në maj jam, ta. Po. Kështu që shohim politikën ta mos gjej, mos kapim një lek. Do përjetojmë edhe këtë. Dhe përjetojmë. Do përjetojmë. Okej, mirë, ka ardhur momenti që t'ju themi miru pafshim, sepse neve, siç ju e dini, kemi të gjithë një jetë tonën, s'mund të rrim këtu ta ngrysim. Kështu që duhet që t'ikim, sot çfarë folëm sot? Folëm për shumë gjëra sot. Folëm për brenda kështu. Elvana, Flori, Ledri, Vula, Viki, Viki, Arilena, Claudia, Pepa. Uzbekam, gjithë ato gjëra të bukura folëm sot. Ju që ju humbët mund të ndiqni në YouTube, në kanalin ton zyrtar në ITV Albania, gjithashtu është edhe në transmetimin që do të vi ditën e shtunë, në orën 1 mos Edhe apo ja. të dielën, Ashtu. Ashtu. Okej, E, ikim po. çik. Edhe rrjetet sociale, që kemi në Instagram, ITV Albania, një follow, edhe në Facebook një like. Më pëlqen shumë kështu që thua, na bëni një follow. E po si bëj! të kanë asgjë. E po bëj një follow. Po kemi lajme shumë të bukura. Normal, e E bëhet ke nami vënë? aty. Okej, ndërkohë që juve po bëni namin në Instagram, të kam për follow neve. Neve po lëvizim pak se siç thash, kemi një jetë tonë. Ciao. Ciao.